Qa do të ndohet si çmime përveç vendi parë 2-3, do të kenë edhe përfitime të tjera? Ne po shohim që nga të gjithë grupi i të interesuarve që do të aplikojnë, do të përzgjedhim maksimumi deri në 20 persona, dhe këta 20 persona do të marrin pjesë në laboratorin e politikave shëndetësore. Pra në këtë shkollën 2 javore, këta do të jenë pjesëmarrës. Shkolla 2 javore mbahet nga data 6 deri me 17 korrik të këtij viti, në Prishtinë. Ligjërata do të jenë nga e hëna në të premte, nga ora 2 e pasdites deri në orën 5 të pasdites. Pra janë sesione gjysmëditore. Këto sesione janë konceptuar jo vetëm teori, por më shumë punë praktike. Pra pjesëmarrësit do të ndahen në grupe multidisiplinare, do të kenë nga një temë të vërtet, një temë apo një rast studimor real nga shëndeti publik, për cilin ata do të hulumtojnë, do të bëjnë analizën e tyre dhe do dalin me rekomandime. Do të kenë afat caktuar kur ta dërgojnë në senë, apo? Po, afati është data 24 qershor, ora 4:30 e pasdites. Munden të interesuarit të hyjnë në faqen e Universitetit Prishtinës ose në faqet në rrjetet sociale të projektit IHS. Aty janë pastaj të gjitha detajet dhe adresa e emailit se ku dërgohen eset.